Po në fakt ku është edhe krenaria ati dhe egoja ati në këtë rast, nëse ai veç se ka bërë gjestet të tilla, se nëse qëndron një herë këtu po lë me vënë në pikpyetje edhe tendencën e tij që ndjet në faj sepse e ka thonë me atë qëllim. Patjetër, unë e thash që nuk është pa faj Arditi. Arditi e ka thënë me një tendencë të tillë, sepse Edi në fakt dha një argument të saktë nga gjitha gjërat që foli, dha një argument saktë. Tha që unë kam kohë këtu me Arditin shtëpi dhe Arditin kurse kam dëgjuar thot ndonjëherë ma hati mu zemrën. Do me thënë, nuk është fare në fjalorin e ti. Dhe normal që kjo fjali ishte tendencioze. Dhe në fakt ishte. Por a ishte kjo fjali që Edi të reagon të deri në atë pik? Absolutisht jo. Pastaj, në qoftë se kjo fjali është shoqëruar dhe me gjest, si që Edi pretendon, por nuk është shumë i sigurt, atëherë prap nuk e justifikon gjuhën e dhunës të Edit, pa diskutim që jo. Por pastaj flasim ndryshe për Arditin, sepse ato janë gjeste fyese dhe denigruese, në fakt. Do me thënë, janë pak gjeste të rënda për të bërë. Mirë.